Ukraina ka ndërmarrë një sulm me dron ndaj një rafinerie nafte në rajonin rus të Nizhny Novgorodit, pranë lumit Volga, duke shkaktuar dëme në një nga implantet më të mëdha të përpunimit të naftës në vend. Guvernatori i rajonit Gleb Nikitin konfirmoi në mënyrë të tërthortë sulmin, duke bërë të ditur se mbetjet e dronëve të rrëzuar shkaktuan dëme në një objekt industrial dhe në disa ndërtesa banimi. Sipas tij, një person humbi jetën, ndërsa 4 të tjerë mbeten të plagosur. Pamje dhe video të publikuara në rrjetet sociale tregojnë flak në rafinerinë e naftës në Kstovo, rreth 30 kilometra në juglindje të Nizhny Novgorodit. Implanti në pronësi të kompanisë Lukoil konsiderohet një nga rafineritë më të rëndësishme të Rusisë. Sulmi vjen në kuadër të strategjisë së Ukrainës për të goditur infrastrukturën energjetike ruse, ndërsa lufta mes dy vendeve vazhdon prej më shumë se 4 vitesh. Sulmet e përsëritura ndaj industrisë së naftës kanë ushtruar presion mbi furnizimin me karburant në Rusi, duke shkaktuar probleme në disa rajone të vendit.